Panajiri Duart të Arta ja kemi filluar prej janarit 2025 deri me ditën e sodit në qershor. Ky panajir është i katërti me radhë që po mbahet. 2022-shin kemi marrë me 7 edhe me 8 mars, në 2023-shin me 8 mars, në 2024-shin e kemi marrë me 3 dhjetor, edhe si vjet, në 2025-shin kemi marrë me 10 qershor. Këtë panajir kemi punu antarët, jam konë 12 antare që kanë marrë pjesë në punë intenzive për me punu punëtorës. Ky panajir është Duart të Arta që i tregojnë që edhe na antarët e verbta mujim ja dalë, mujim me punu. Kemi pasë mbështetje se kanë punu, kanë ndihmu mi bo parafërsisht dikun jashtë 70 punëdore. Jemi dalë për ditë, si heri ma intenzive kemi pas punën, për shkak se afati u konë ma i shkurt, domethënë për janari deri në qershor. Si që njoftoi edhe kryetarja e forumit të gruas zonja Nazmia Koshi, shoqata e të verbë në Gjakov me datën 10 qershor në fojen e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi do të organizojnë panajirin Duart të Arta. Shprehim rastin që t'i ftojmë të gjithë qytetarët e Gjakovës që të vizitojnë panajirin Duart e Arta, ku do të ekspozohen punëdorët të cilat janë punuar nga antarët e verbëve të shoqatës së të verbëve Gjakova. Ky panajir do të mbahet me 10 qershor në orën 10 ditë e martë, e jani që t'i mbështesim këto krijime të jashtëzakonshme dhe të shënojmë 26 vjetorin e çlirimit të Gjakovës. Bëhu dhe ti pjesë e panajirit, së bashku mund të ja dalim.